5 persona, mes tyre administratori dhe 4 punonjës të Prestige Resort në Golem, janë arrestuar nga policia pasi dyshohet se kanë mbajtur të mbyllur për një kohë të konsiderueshme punonjësit e Task Force-së së Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, të cilët ndodheshin në resort për ushtrimin e detyrës. Në pranga ka rënë administratori Sajmir Ndrecaj, shefi financës Zaho Jaçaj, shefi sigurisë Artan Kasa, si dhe 2 punonjësit e sigurisë Hamit Sula dhe Bujara Golli. Ngjarja ka ndodhur paraditën e 18 korrikut, kur inspektorët e tatimeve ishin paraqitur në resort në kuadër të një plani kontrolli që përfshinte disa subjekte ekonomike. Sipas burimeve nga policia e Durrësit, grupi i inspektorëve po kryente verifikime mbi aktivitetin ekonomik të subjektit dhe dokumentacionin financiar, me fokus shlyerjen e detyrimeve tatimore. Gjatë kontrollit, ata dyshohet se janë futur në një zyrë nga drejtuesit e resortit dhe më pas janë mbyllur brenda për rreth një orë, pa mundur të dalin. Në këto kushte, punonjësit e tatimeve kanë arritur të njoftojnë policinë, e cila ka ndërhyrë dhe ka bërë të mundur lirimin e tyre. Në njoftimin zyrtar, policia bën me dije se 5 të arrestuarit dyshohen për veprën penale, heqja e paligjshme e lirisë, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin, penguan dhe mbajtën të izoluar punonjësit e Task Force-së së Tatimeve gjatë ushtrimit të detyrës. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.